takon idesë gjinive dhe jo vetëm, përsa i takon idesë ideologjizimit gjinor të fëmijëve në shkolla, transgjinorët në ushtri apo transgjinorët në garat sportive, e gjitha kjo, mo është aplikuar te ky projekt ligj. Për këtë arsye unë dëshiroj që të kapim disa momente shumë interesante. Ju thoni që ka 10 probleme kryesore. 10 probleme, janë më shumë se sa 10, por 10 probleme kryesore. Problemi i parë kryesor i këtij projekti ligji është që gjinia nuk shihet më si një përkatësi binare mashkull-femër, sikundër ne njohim për sa i takon traditës, fesë, eksperiencës njerëzore, sikundër e njohin edhe 24 vendet e tjera, antarët Bashkimit Evropian. Dhe njëherë po e përsëris, janë vetëm 3 vende në Bashkimin Evropian, Gjermania, Malta dhe Irlanda, të cilat njohin që ekzistojnë dhe gjini të tjera përtej gjinive binare mashkull-femër. Vetëm 3 vende. Pra nuk është kusht nga Bashkimi Evropian që Shqipëria ta kalojë këtë projekt ligj. Historia e këtij kushti lidhet me mbase faktin që janë investuar kaq shumë qindra milion dollar nga taksapaguesit amerikan për të bërë pikërisht avancimin e kësaj agjende të ukëzimit të Shqipërisë dhe të shkatrimit të vlerave njerëzore në një vend si ky yni. Tani, së pari, gjinia shihet jo më si një përkatësi mashkull-femër, por si përkatësi e shumëfisht dhe e ndërthurur. Këto janë termat të cilat zotërinjt i vendosin në ligj. Neni 2.a përkufizon gjinin si një përkatësi e shumëfisht. Mëtej, neni 36.a, gjinia gjithashtu përkufizohet si e shumëfisht. Neni 39.a, gjinia si përkatësi e shumëfisht dhe e ndërthurur. Më lejoni t'ju them që vetëm disa muaj më parë, BBC-a publikoi një artikull ku ishin emetuar 68 gjini të ndryshme. Tani vetëm disa 72 thoni ju janë në total. 68 gjini ishin të publikuara në këtë artikull disa muaj më parë. Tani janë shtuar edhe 4 gjini të reja. Po, dhe janë bërë 72. Tani kemi 72 gjini. Tani po flasim gjini mashkull dhe gjini femër, po flasim për transgjinorë, po flasim për two spirits gender, që do thotë në shqip, që e vështirë me e përkthy, gjini 2 shpirtërore. Nëse ti në mëngjes ndjesh mashkull, je mashkull. Nëse në drekë ndjesh femër, atëherë je femër, pra 2 shpirtra, 2 identitete të ndryshme banojnë brenda te. Ekziston gjinia e një brirshit, unicorn gender është në anglisht. Ekziston gjinia e 4 putrakëve, pra nëse ndjesh qen ose ato pamjet që kemi parë që kanë qarkulluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës të njerëzve që po fiks me vetë deklarim kushdo mund ta vetë deklaroj veten, mund ta vetë shpall veten në gjinin që ai e imagjinon që mund të jetë. Po pyetja këtu që ngrihet është, a janë të detyruar të tjerët që ta njohin kështu? A duhen detyruar të tjerët ta njohin kështu? Se këtu pas e kalim te ligji. Tani, ky është ligji, ne dim që paraqet sanksione. Pra, ligji natyrisht kur vendoset si ligj, ka dhe sanksione të cilat nuk janë opsionale. Së pari, në projekt ligj parashikohet ndryshimi i gjuhës. Kjo është një nga sanksionet, por këta ka vendosur në neni 10, paraqet gjuhën me ndjeshmëri gjinore. Pra, u jep institucioneve që nga institucionet e ligjvënësve, Parlamenti i Shqipërisë, Këshillat Bashkiak, gjendja civile, institucionet që pajisin shqiptarët, Ministria e Brendshme me pasaporta, me certifikata, institucionet e edukimit që i japin shqiptarëve diplomat. Të gjitha këto duhet përdorin këto institucione gjuhën me ndjeshmëri gjinore. Madje edhe në një emision televiziv si ky yni sot, nëse do të kemi dikë i cili në emision do të debatoj me mua dhe do të jetë unicorn gender apo një gender tjetër dhe do të më imponoj mua